kemi sërish në studio, jemi sot me finalistët dhe fituesin e Albanian's Got Talent edicioni i dytë. Nikolas, ku t'ja dedikon ti fitoren përveç vetes tënde? Mëllar. Familjes time, sepse edhe gjithë njerëzit që më kanë suportuar, sepse sidomos babi që më ka ndihmuar shumë, më ka kritikuar dhe më ka dhënë shumë këshilla për gjithë shka që kam bërë dhe ka që përherë aty për të mbështetur ideat e mia dhe ëndrat e mia dhe jam shumë falenderues për të gjithë familjarët e mi. Dhe në fakt, ju të dy, edhe Diego, keni patur mbështetës për te Shqipërisë. Kanë qenë personalitete ata që ju kanë mbështetur ju gjatë këtij rrugtimi. E vërtet. A Diego, do ma tregosh pak historinë tënde? Unë, tani siç edhe dihet, Safina ka qenë një ndër mbështetësit e mi më të mëdhenj. Alessandro Safina, pra për bazër dhe për më tutje, neve kemi pasur dhe një komunikim ku më ka thënë studio këshillat e tij. Në pas, miqtë mitë dhe njerëz të ndryshëm kanë bërë të tyren duke bërë votat nga jashtë dhe sinqerisht jam shumë mirënjohës që kanë treguar atë mbështetje, që kanë votuar aq shumë. Unë jam një person që nuk kam shumë numër të madh followers apo gjëra të tilla dhe sinqerisht dje ishte shumë surprizë dhe dje kuptova që ja kam arrit qëllimit, pra të isha vendi i dytë, të kisha vota nga publiku, të njihesha, siç edhe e përmenda që kjo ishte. Unë kam lënë performanca të flas. Alessandro Safina, teksa dëgjonte performancën tënde në Albanian's Got Talent me këngën Luna. Po, ai është ka qenë surprizë shumë madhe dhe është, me sa më tha, i ka pëlqyer shumë. Është më rëndësishme edhe për promovuar, sepse unë më kanë filluar të më bëjnë ftesa për disa evente shumë të rëndësishme, por që nuk do t'i flas shumë se nuk janë dhe shumë konkrete, por që janë në diskutime sipër, kështu që besoj që kjo është qëllimi. Rrugët po hapen dhe do hapen dhe më shumë besoj, kështu që pse jo. Jam e bindur që do të ndodhë kështu, jam e lumtur ta dëgjoj këtë, është një lajm shumë i mirë, jo vetëm për ty, por për gjithë ne kjo do të thotë se Albanian's Got Talent ka shkuar jo vetëm në çdo familje shqiptare, por ka shkuar edhe në ato dyer ku duhet të trokas, edhe duhet të vlerësojnë talentin edhe artin tënd, atë që ti bën. Shohim bashk performancat e Diegos. Diego, ishte një performancë magjike. Faleminderit. Magjike, në mënyrën se si erdhi e gjitha dhe patjetër. Me rëndësishmja që është zëri yt. Shiko, Karuza është një këngë që nuk është vetëm aq, është një pjesë që ka melodi shumë të bukur, është një pjesë që ka tekst shumë të bukur dhe nëse tek Luna e kam shijuar pafundësisht shumë dhe kam kënduar me gjithë maksimumin tim, tek Karuzo nuk kam menduar asgjë tjetër veç atij detit që duket në sfond, veç asaj ndjenjes së bukur të dashurisë, pavarësisht se këtu flet për ndarje, po kam menduar thjesht në shpirtëror dhe nëse te Luna, siç e thash, kam jetuar bukur, Karuzon e kam përjetuar shumë dhe kam një mbres shumë të bukur nga kjo pjesë, nga vetja se si e kam interpretuar dhe kënduar,
Dhe me qenë se jam këtu, do doja shumë falenderoja gjithë produksionin për skenografin, Jurin për vlerësimet, se është vërtet shumë kënaqësi, dhe Fabin e muzikës, që s'na me teka tona, jo po ngrije mikrofonit tërë mirë. Falenderit shumë të gjithëve. Dhe jam e lumtur që jeni ndjerë shumë mirë, jam e bindur për këtë gjë dhe dua ta nënvizoj dhe të falenderoj edhe një herë të gjithë stafin që ka punuar për Albanian's Got Talent, sepse e kanë trajtuar secilin prej konkurrentëve me shumë dashuri dhe jam e lumtur që e dëgjoj këtë pikërisht nga konkurrentët, kanë patur vazhdimisht të ftuar gjatë këtyre muajve në studio dhe kanë thënë gjithmonë të njëjtën gjë, kështu që shumë përshëndetje dhe shumë falenderime për të gjithë ekipin e Albanian's Got Talent. Jam e lumtur që e dëgjoj këtë gjë. Në ekran do të shohim mbështetjen që Alessandro Safina ka dhënë pikërisht për Diego Zelkën, pasi ka dëgjuar performancën e tij të parë, me të cilën mahniti publikun shqiptar që e deshi shumë dhe me golden buzzer shkon menjëherë në finale. Ju të dy nuk u lodhët fare nga performanca e parë. Jo. Më falë, kuptova për Golden Buzzerin. Për Golden Buzzerin, po... Se konkurentët e tjerë duhet kalonin në faza, po ju të tre keni shkuar direkte në finale. Shiko se ka një gjë, se mendohet që okej, kalove në finale, por jo, se këto muaj kanë qenë punë pastaj. Këta nuk e diskutoj, pa tjetër që është. Në ditën e parë që merë Golden Buzzer, ama se ka kohë thua deri në finale, por kupton që nuk e shumë kohë. Kështu që duhet të lëvizësh. Edhe duhet ta marrësh seriozisht, po? Kjo është shumë i drejtë, sepse është gjë e parë që kam diskutuar me Nikolas kur kemi shku atje shiko se duhet të flasim, po prit mos e sa erdhe me kupton, edhe i hym punës do me thënë bashkë duke i dhënë ide njëri tjetrit, se qa do nxjerrim në finale, por unë kam kënaqësi të dëgjoj Diegon që thotë që për momentin nuk janë konkrete, por unë besoj që do jenë shumë konkrete, sa i ka një zot magjishëm edhe do ta dëgjojmë gjithandej, edhe jam shumë i kënaqur që Shqipëria të ketë një djalë me një zaj të bukur, edhe më ka emocionuar, sidomos e kam dëgjuar disa herë këngën e Diegos, edhe jam realisht emocionuar, të komplimentoj shumë. Falenderit shumë falenderit. E kuptoj që e keni ndjerë rivalitetin me Diegon. E keni ndjerë që konkurenca do të ishte fort. Isha me emocione deri momentin e funit. Deri momentin e funit, kur do ngjoja cili emër do dilte, për në kokën time, realisht, ta them i sinqert, ishin të dy emrat. I shikoja në një nivel, do me thënë, sepse besoj që ishin dy konkurentët më të fortë të Albanian's Got Talent. Nikolas, konkurent tjetër, si rival, përveç Diegos, apo Diego ishte? Unë i respektoj të gjithë performusit. Pa tjetër, të gjithë bën performancë të shkëlqyer. Por Diego është një artist shkëlqyeshëm dhe ka performuar në shumë skene në përbot, edhe unë ashtu mendova që është konkurenti. Ai do të ishte konkurenti me të cilin do të përballeshe në finale. Diego, e ndjeve dhe ti konkurencën e Nikolasit, apo ishte një konkurent tjetër që të... Unë e përmenda dhe pak më parë që në Albanian's Got Talent e pam shumë, por nuk e di pse kisha si parandjenjë që përballja e fundit do të ishte me Nikolas dhe mua. Do të thënë, dyshja e titanëve. Pra, përballja e titanëve do të ishte në fund. Përballja e titanëve do të ishte. Po, nuk të mendova. Fare, Diego, shiko se unë kam bërë disa numra, po nuk po i bëj këtu. Ti së pas ke respektuar shumë, po prapë... Jo, unë kam ndikur. Ishte shaka. Unë kam ndikur, por përveç kësaj ne respektojmë të gjithë konkurrentët tjerë. Absolutisht, unë kam njohur shumë njerëz të mirë. Kam dëgjuar këngëtar shumë mirë, instrumentist, vendi tregt Toxic Records ishin fantastik, që unë nuk kënaqja shumë me shivat vëndet të tjera, ishin shumë këngëtar të mirë, baterist. Konkurenca ishte vërtet e fortë. Unë në fakt e thash për arsye se për sa i përket profesionit tim nuk ndjeja konkurrencë, por duke pasur dy konkurrentë kështu edhe konkurrentë të tjerë, nuk diskutohet, do me thënë kjo, po ja që këta dy dolën përballë njëri tjetrit, unë nuk kisha konkurrencë nga pjesa ime, por e dija që kishte disiplina të tjera. Çdo njeri, po, disiplina të tjera dhe duhen vlerësuar edhe duhen respektuar, sepse të gjithë punojnë në maksimum, por kjo ishte vërteta në fakt që ajo ishte të paktën ajo që imagjinoja,
Dhe të gjithë hynë për të fituar, dhe të gjithë hynë me dëshirën dhe me ambicjen për të fituar, Kris. Respekt për gjithë finalistët, sepse ndoshta... Po, ju lutem? Respekt për gjithë finalistët, do me thënë. Po, për cilin dorë që kishte punuar aq shumë për të sjell atë magji dje. Do të shohim momentin e Golden Buzzerit. Albania's Got Talent, përshëndetje nga New Yorku. Faleminderit që merrni pjesë në këtë eksperiment. Unë dua që ti të mendosh një numër nga 1-shi te 100-ta. E di që je rrethuar me njerëz, po për momentin numrin mbaje vetëm në mendjen tënde. Para se të dëgjojmë këtë video, unë këtu kam shkruar një numër. 97. 97. Shiko, do e bëjmë play videon shumë interesante. Siç thash më parë, unë këtu kam shkruar një numër. Jo një numër çfarëdo. Por numrin tënd. Unë quhem Dashnor Bushi dhe kaq kisha për ju sonde. Okej. Çfarë momenti magjik kaq kisha për ju sonte dhe Juria kishte një golden buzzer. Dhe gjithçka u vesh me të artë në skenë në atë moment. Do të na bësh një trik të vogël. Po pata një pago letra, do e bëjmë një në. Unë? Okej, po përdor të mia atë. Unë nuk shkoj në studio me një paletra. Do me thënë, do bëjmë një numër me letra. Unë dua që ti të marrësh një letër, çfarë të duash. Po. Do e tregosh në kamerë. Dakor, të kthehem përballë çfarë si ka? Vetëm tregoj në kamerë. Okej. Okej. Te kamera këtu? Okej. Okej. Në rregull, vendose letrën këtu. Po. Do e vendosim pak a shumë në mes letrave. Okej. Tani nëse nuk e gje letrën tënde me të parën, ti do fitosh 100 euro, okej? Ashtu po nëse... Vendosi duart shumë. E kundërta? Ajde Bruna, ajde Bruna. Vendosi duart shumë, lutem, jo kështu. Kështu? Wow, nas shumë e bukur. Faleminderit. Hiqet kollaja apo? Hiqet. Shiko, letra jote ishte zezë, spathi, 4 spathi. Ishte kjo po apo jo? Jo. Jo? Seriozisht e ke? Seriozisht. Shiko, ka raste që edhe bëjmë gabime. Edhe nëna ime ka bërë një. Çfarë letre zgjodhet, lutem, thuaje? Ishte çup? Me zemër? Po pse nuk të dhash çupën me zemër? Ua! Po si u transformua kjo letra? Po ta shoh njëra është letër normale, të lutem? Ua, që nga letër normale. Cila kamera është kjo këtu? E pa besueshme. Kris, e pa besueshme, Kris. E di këtë trukun ti? Këtë truk përdore dje me agronin? Wow! Po ta marrim këtë letër edhe ta hedhim... Me qëra fjalla, unaza nuk i qëtë kolaj. E kuptova shumë bërë. E kuptova me vones, po. Varet nga magjistari. Po ta marrim qupën dhe ta vendosim pak a shumë në mes letrave, ajo do vi sipër, e kupton, e marrim e vendosim në mes, edhe prap. Ua! Do shtysh vetë letën mes, shiko, do vendosim mes të dhe ajo vjen sipër. Ti do e marrësh letën, do e vendosim këtu dhe do shtyje vetë. Po. Jo. Ua, ishte te goja. Shiko, unë dua që ti ta firmosësh të letën, sepse ndoshta mendon se unë kam këtë, se ajo nuk shkruan, shkruaj me sharpin, që ti jemi të sigurt që është e vetmja letër, dua që ti vendosësh një firmë. Okej? Atëherë. Në qoftë se marrim çupën me kujdes, edhe vendosim pak a shumë, thuaj stop ku duash ti? Stop. Okej. Shtyje letrën vetë? Në rregull. Tani nëse i përzilet me 2 dora, të gjithë mendojnë se aty është hilja. Kupton, unë do i përzilet me 1 dorë vetëm, por këtu në xhep kam portofolin, edhe se kam edhe këtë fijën e mikrofonit. Po. Mbaje pak lutem? Po. Tani do mundohem gjej letrën tënde me 1 dorë, edhe duke e sjell në dorën tjetër, tani do e marr edhe do e vendos këtu. Okej. Kështu edhe nëse ajo bëhet e padukshme, shikon? Ua! Edhe tani do e hedhim, hape portofolin të lutem? Ka kartë, çfarë ka? Nuk e di, hape, ka një zinxhir, shiko brenda? Ka një letër brenda, nxirre? Është shumë pa me zemër, që është letra jote. Ua, me firmën time! Me firmën time! Ajo letër është për ty dhurat, por unë dua që ti të ulesh 1 sekondë dhe
Qa do ndodhë? Ajo letër do e mbash për vete, por këte herë do i përzish vetë letrat, do t'i jap letrat t'i përzish pak, edhe do i vendosim tavolinë edhe ti do të heqesh një letër pa e parë. Do me thënë, ti përzej si që përzejmë kështu, kur luajmë. Po, ashtu i kam për spërzirë edhe unë kur isha 6 vjeç. Edhe unë që atëre kam që nuk luaj me letra. Në regull, ja. Okej, në regull. Tani, do i vendosim letrën në tavolinë, do nëzirësh një letër nga do i hapim letër. Ti përzive vetë, kështu që unë nuk e di radhën e letrave, do i hapim kështu dhe ti do nëzirësh një letër, nëzirë veç që të duesh. Ja të regoj kamerës? Jo, nuk ka nevoj të tregosh për momentin. Tani, ti nuk e di se që letër është, por do të pyes, do të androsh po apo jo? Jo. Jo, okej. Shiko, unë këtu kam një pako letra, edhe kam bërë një parashikim para se të vi këtu. Gjitha letër dojmë me ftyrë sipër, përveç një letër që dojmë me ftyrë poshtë. Si që shikon, gjitha letër jam me ftyrë sipër, vetëm një letër është me ftyrë poshtë. Mere këtë letër dhe vendose afër letrës tjetër. Në qoftë se ata koincidojnë, do ishe numër shumë i bukur, apo jo? Besoj që po. Sepse ti nëzore një letër, unë këtë letër e kisha të këthyrë para se të bëjmë numërin. Tani të lutem, kthej të dyja letërat të shikojmë çfarë janë. Wow! Janë të dyja gjashta në zemër. E pa besueshme. Wow! Shumë faleminderit. Shumë falemderit. Wow, po kjo ishte magjike. Wow, ishte truk magji i vërtet. Falemderit. Falemderit shumë. Falemderit. Pa besueshme. Tani, vendosi letrat këtu, lutem. Edhe do bëjmë edhe një numër të funit. Mi kanë siguar mu, edhe unë ta janë të Nikolasit. Do bëjmë edhe një numër tjetër, dua që ti ta mendosh një letër këtë herë. E bëjmë në pjesën tjetër? Okej, në rregull. Kemi edhe një tjetër pjesë të programit, edhe i rikthehemi sërish të marrim pak veten. Perfekt. Nga kjo që ndodhi. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën tjetër. Wow.